Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po vazhdojmë të ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit. Pa marrë parasysh se gjysmëfinalja nuk doli ashtu siç Ledioni pretendonte që në fakt të ishte kjo gjysmëfinale, nuk doli ashtu siç u tha që do të ishte një gjysmëfinale e paharuar, por do të jetë një gjysmëfinale e paharuar për një veprim të paprecedent nga një djalë i cili tregoi që qartazi ka probleme me emocionet edhe me vetë kontrollin e tij. Por në këtë natë patëm edhe një befasi shumë të bukur ku Egli Tako u zgjodh finaliste. Do të kisha thënë me zë të lartë që për herë të parë respektuan votat e publikut nga ky produksion për të nxjerrur një finaliste ashtu siç është votuar gjithmonë. Mbrëmja e së shtunës solli një nga momentet më emocionuese të papritura në historinë e reality show-t më të ndjekur të këtij sezoni. Salla ishte e mbushur me energji, drita të ndriçonin çdo detaj, publiku ishte në këmbë, duke pritur shpalljen e finalistit të radhës. Mes emocioneve, lotëve dhe përqafimeve në qendër të gjithë vëmendjes u gjend Egli Tako, një vajzë që kishte hyrë në këtë garë pa pritur shumë. Më falni, por që doli të ishte një ndër personazhet më të dashur e më të vërtet të këtij edicioni. Kur Egli Tako hyri në shtëpi, askush nuk e priste që ajo do të ishte një nga figurat më të forta dhe më të ndjeshme njëkohësisht. E qeshura e saj e përmbajtur, sytë që shikoni gjithmonë drejt me ndershmëri dhe qëndrimi i saj i heshtur por krenar, e bën atë të fitonte respektin e publikut dhe banorëve. Gjesti nga ana tjetër hyri me një profil ndryshe. I mërzitur ishte në fakt kur hyri në shtëpinë, por ishte më karizmatik, por me një plagë të fshehur në shpirt. E pikërisht kjo plagë u shërua dal nga dal kur ai nisi të afrohej me Eglin. Fillimisht ishte thjesht një afrimitet njerëzor, dy shpirtra që nuk kërkonin dashurinë, por u gjetën në kohën më të papritur. As Egli, as Gjesti nuk e pranuan me njëherë ndjenjën që nisi të ngjizej mes tyre. Ishte një lidhje që u rit në heshtje, me shikime që thoshin më shumë se fjalët, momentet që ndanin bisedat natën vonë, këshilla në momente të vështira, e sidomos mbështetja që i dhanë njëri tjetrit në ditët më të errta, bën që lidhja e tyre të forcohej pa bujë por me thellësi. Mbrëmja finale nisi me një atmosferë të tensionuar. 4 banorë mbështetnin për vetëm një vend në finale mes tyre, 2 figura të forta femrore, Egli Tako dhe Gerta Gixhari. Gerta kishte qenë një nga konkurrentet më aktive, më e zëshme dhe më shumë skena të ndezura në show. Ajo kishte besuar se finalja ishte e saja. Dhe pse jo? Ajo kishte dhënë gjithçka dhe kishte thënë hapur se ishte e bindur që publiku e donte mjaftueshëm për ta çuar deri në fund. Por kur Ledion Liço me zërin e tij dhe tensioni që dinte ta mbante si askush tjetër shqiptoi emrin finalistja e radhës është Egli Tako, salla shpërtheu në duar trokitje të mëdha. Për një çast koha u ndal. Egli uli kokën, syt u mbushën me lot, edhe për disa sekonda nuk e besonte dot çfarë kishte dëgjuar. Unë jo, s'është e mundur, përshpëriti mes lotëve. Nga ana tjetër Gerta Gixhari, e cila qëndronte ngrirë, nuk e fsheu dot zhgënjimin. Ajo ngrit me një qetësi të sforcuar, por sytë e saj tregonin dëshpërim. Nuk e prisja këtë, tha ajo më vonë në intervistën e parë jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Mendova që ishte momenti im, po mersa duket kërkonte publiku diçka tjetër. Zhgënjimi i Gertës nuk ishte vetëm për një garë të humbur, por për një finale që ajo e kishte ëndërruar për muaj me radhë. U largua në eshtje, por me një plagë të dukshme në krenarinë e saj. Por kulmi i mbrëmjes nuk ishte vetëm emri i finalistit, ishte reagimi i Gjestit. Ai që gjithmonë kishte ruajtur një lloj qetësie dhe kontrolli emocional, pa pritur shpërtheu kur dëgjoi nga Rozana dhe nga Laerti që Gjesti ishte i pozicionuar në dhomën e rrëfimit pas incidentit që ndodhi që Egli është finaliste, ai nuk u përmbajt dot.
vrapoi me njëherë në për shtëpi, shkoi drejt Eglit dhe përqafoi me gjithë forcën që kishte në trup. Sytë e tij ishin të mbushur me krenari, dashuri dhe një emocion që nuk e kishte shfaqur kur më parë. Ai përshpëriti në veshin e saj: "Ti e meriton çdo gjë të bukur që të ndodh. Tani më shumë se kur duaj që gjithçka ta ndash me mua." Këto fjale bën që Eglin të shpërthente në lot gëzimi, habije dhe dashurie. Për publikun ai ishte një nga momentet më të sinqerta të sezonit. Në një botë ku gjithçka mund të duket e inskenuar, ky çast ishte i vërtet. Ishte një reagim instiktiv, pa filtra, i një njeriu që kuptoi atë në sekond se kishte gjetur dikë që të çonte përtej një gare televizive. Ndërsa nata po mbyllej dhe finalistët po festonin të rrethuar nga drita, duartrokitje dhe darkë, Egli, Tako dhe Gjesti qëndronin pranë njëri tjetrit, në buzën e njëri tjetrit, po të lidhur më shumë se kur. Kjo nuk ishte vetëm fitoria e një vendi në finale, ishte fitoria e dashurisë, e durimit, e pastërtisë dhe një ndjenje që u rit pa zhurmë, dhe ndoshta më e bukura sapo ka filluar. Pa marrë parasysh situatës së ndodhur në shtëpinë e Big Brotherit, më duhet ta them që Egli Tako është finalistja e publikut, finalistja e zemrave të publikut. Nga votat që kishte në përballjen që pati me Laert Vasilin dhe nga padrejtësia që Eglit ju bë, Egli u përzjodh finaliste, ku besoj që edhe Gerta Gixhari tashmë po ndeshet me këtë realitet të vërtet jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Ajo që unë dua të them në këtë reality show çuditërisht është e bukur që natën e mbrëmshme, në momentin kur Gjesti u përzjodh si finalist i këtij spektaklit, Egli dhe Gjesti për herë të parë bën puthjen e tyre më të ndjeshme publikisht. Ishte një puthje që ne nuk arritëm dot ta komentojmë shumë, sepse situatat, dinamikat që ndodhen brenda shtëpisë të Big Brotherit u çorientuan dhe dolën krejtësisht në një vend tjetër, por Egli dhe Gjesti tashmë nisën nismën e dashurisë së tyre. Unë do kisha dashur që në momentet në vazhdim të presim edhe këtë momentin e shumë pritur tonin, thyerjen e Unazës, dhe të shohim se në fakt çfarë do të ndodhen mes këtij çifti, por gjithsesi Egli me shumë dashuri e priti finalist Gjestin dhe Gjesti me shumë dashuri e priti finaliste Eglin, dhe kjo gjë tashmë është edhe më e bukur kur çifti më i dashur dhe më i preferuar tek shqiptarët është finalist. Ne presim me zemër që Egli dhe Gjesti të krijojnë më shumë se kaq brenda një shtëpie si Big Brother.